Qendra shëndetësore verore e Vilipojës e hapur në fillim të muajit qershor është në shërbim të pushuesve gjatë 24 orëve. Qendra është e pajisur me staf mjekësor dhe gjithashtu me medikamentet e nevojshme, ndërsa në dispozicion është edhe një autoambulancë. Mosit janë marrë si për çdo vit, me staf, janë 3 mjek dhe 5 infermier. Këta 3 mjek, domethënë rrim afër qendrave dhe kur marrim shërbimin, sepse një grup që niset për Shkodër me një rast, afrohet grupi tjetër që qendra nuk mbyllet 24 orë. Po, kemi ambulancë 24 orë, në momentin që na duhet edhe një ambulancë më tepër për një rast më rënd dhe koordinohena me spitalin e Shkodrës, i kemi shumë të mira bashkëpunimin e policisë. Në momentin që na vjen një rast i dyshum, thrasim policinë, rast ligjor. Gjatë këtyre ditëve kanë marrë shërbim shëndetësor rreth 200 persona. Stafi mjekësor bën të ditur se nuk ka pasur ndonjë rast specifik, përveç një infarkti, ku personi ka marrë rëndimin e parë në Vilipojë, pastaj është dërguar drejt spitalit rajonal të Shkodrës. Dita 9 që sot ka nisë shumë e qetë, domethënë nuk kemi pasur shumë problematika. Një problematikë që kemi pasur ka një IAM që kena stabilizuar këtu e kena çuar për Shkodër, infarkt që ka. Mëne janë të rastet që janë pickimet nga mushkajat, por ala nuk ka fillu dhe më tha një epidemia, diçaj, asnjë gjë. Janë vizitat ndryshme, janë bërë deri sot 200 vizita. Qendra shëndetësore verore e Vilipojës është hapur në fillim të muajit qershor dhe do t'i shërbejë çdo pushuesi deri në fund të muajit shtator, ndërsa në Shkodër funksionojnë edhe 2 qendra të tjera verore, si në Rjoll, ashtu dhe në Theth.